Protestat, kriminaliteti dhe ndikimi i korrupsionit janë ndër shqetësimet kryesore të evidentuara nga raporti i sigurisë së Departamentit Amerikan të Shtetit për Shqipërinë. Dokumenti e përshkruan vendin tonë si një destinacion me rrezik të menaxhueshëm, por nënvizon disa fusha ku kërkohet vëmendje më e madhe nga autoritetet. Raporti vë në dukje protestat e fundit në Tiranë. Në vitin 2026, protestat të mëdha kishin në shenjestër një projekt turistik luksoz në ishullin e Sazanit. Tubimet filluan si demonstrata lokale mjedisore, po kur policia i shpërndau këto tubime, mira shqiptar dolën në rrugë në qytetet kryesore. Protestat u rritën duke përfshirë thirrje kundër korrupsionit qeveritar dhe disa prej tyre u bën të dhunshme, thuhet në raport. Po ashtu dhe korrupsioni vijon të shihet si një pengesë për funksionimin institucional dhe klimën e biznesit. Korrupsioni dhe pengesat në ndarjen e informacionit midis agjencive qeveritare, koordinimin pamjaftueshëm brenda agjencive dhe një sistem gjyqësor ende në zhvillim e sipër vazhdojnë të pengojnë përpjekjet e zbatimit të ligjit në Shqipëri, thuhet në raport. Sa i takon zgjedhjeve të fundit, raporti vlerëson se kanë shënuar përmirësim krahasuar me të kaluarat, megjithatë vazhdojnë të ekzistojnë problematika që lidhen me financimin e fushatave dhe tensionet politike. Ciklet e fundit zgjedhore kanë rezultuar në një proces më të balancuar dhe të drejtë, por u vënë në dukje në mënyrë specifike se procesi zgjedhor u karakterizua nga keq përdorimi i burimeve publike nga partia në pushtet, përdorimi i gjuhës përçarse nga dy partitë kryesore politike, mungesa e transparencës në financimin e fushatave dhe mbulimi i pabalancuar mediatik i partive më të vogla. Në përfundim, raporti nuk e klasifikon Shqipërinë si një vend me rrezik të lartë, por nënvizon nevojën për kujdes ndaj protestave, kriminalitetit dhe sfidave që lidhen me sundimin e ligjit.